nisma e këtij rezultati që neve kemi sot. Po, si erdhëm deri këtu? Mendimin tim, gjithë kjo zalamahi e madhe, gjithë kjo ngatrese e madhe që ka ardhur me pronat, ka filluar me ligjin 7501, për cilin unë e kam jetuar. Atere, këtë do flasim. E kam ligjin në fillim, të lutem një foto të ligjit 7501 në ekran, sepse ka nisur debat shumë i madh, kush e ka fajin për ligjin, Berisha apo PS-ja. Hajde, ndalojmë pak nga pak dhe flasim me një dëshmitar i cili ishte deputet dhe ngriti dorën për ose kundër do na e thot sot për ligjin 7501. Si ishte atëra me dorë, me karton, si ishte votimi në 91? Me karton. Me karton ishte atëra. Kryetari i parlamentit ishte? Ishte Kastrioti Islami, po më duket, mos gabohem tash se kanë kaluar kaq vite. Këtë seancë më duket e ka drejtuar Leka Meksi. Pse që ishte nënkryetari i parlamentit nga opozita. Mund ta ketë drejtuar ai seancë. Këtë përshtypje kam. Këtë përshtypje nuk e di. Korrik 91. Korrik 91. 29. Ajo, ai ishte 9 prilli. Është sipër ligji. Po mirë, po atëherë është, ky është bërë atëherë, propozimi e kodin, kurse votimi është bërë në... E lexojmë. Kuvendi i Shqipërisë, në 19 korrik 91, ka vendosur. Në Republikën e Shqipërisë toka ndahet në tokë bujqësore, të zëna me bimët e arave, pemishte, breshta, ullishte, kudo që ndodhen fshatra, qytete, qendrat banuara, pavarësisht nga masia e tyre. B. Toka të zëna me pyje, kullota, livade, dhe toka jo bujqësore, të zëna nga ndërtime ekonomike, social-kulturore, reparte ushtarake, oboret e tyre, toka të zëna nga ndërtime banimi, obore, avli, në përdorim përgjithshëm, autostrada, aerodrome, vareza, vende shkëmbore, rër bregdetare, plazhe, toka me ujë, liqene rezervuar, auz, kanale të ndryshme, lumenj, prenj, zallishte, këneta, sheshe ndërtesash, monumentesh me interes historik e arkeologjik. Shumë interesant, Zarudina, është në një dy. Shteti u jep tokë personave fizik a juridik. Këta gëzojnë të drejtën e pronësisë dhe të gjithë të drejtat që përmbahen në këtë ligj. Ndalohet shitja dhe blerja e tokës. Po mirë që ka ndaluar atëherë, pse ndodhi masakra? Po jo, ligjit 7501 në vitin 93 dhe 95, që ka PD-ja në drejtimin e shtetit shqiptar, janë bërë amendamente, të cilat shkuan deri atje që praktikisht me një sy qorë ose ku diun, bënin sikur nuk merrnin vesh se ç'bëhet, filloi pronësimi i tokave që u dhanë dhe shitblerja e tyre. Atëre, mbetemi një moment në këtë ditë dhe pastaj vemi te amendimet, i kemi dhe datat e amendimeve dhe vitet, sepse me ç'duket sa herë ka pas fushata ka pas amendime. Po, sa herë ka pas fushata. Dhe arsyeja kryesore, qoftë i ligji 7501 që propozuan socialistët, sepse kishte marrë emrin Partia Socialiste, më duket kur është bërë ky ligj, edhe... Ligji ka ardhur i propozuar nga socialistët në kuvend? Po, ligji ka ardhur i propozuar nga ata. Por Saliu ka bërë çmos që dhe grupi parlamentari i Partisë Demokratike ta votonte këtë ligj. Edhe këtë ligj, me sa më kujtohet mua... Atëre, flasim për korrikun e 91-shit. 7501. Ti lexoj një sekond netët dhe pastaj shkoj aty. Në një 3. Toka bujqësore u jepet në pronësi ose përdorim personave juridika fizik vendas pa shpërblim. Pra, ta ja pa shpërblim, në pronësi dhe përdorim, por ti nuk e shet dot. Nuk e shet dot. Edhe bilim ka pasë një tjetër në qofë se ti nuk e përdorim. Në një 4, persona juridika fizik tuaj jepet në përdorim me qira, truall për ndërtim, qëllimi dhe koha e përdorimit përcaktohen me kontratë, qiraja e trullit caktohet në bazë të qëllimit përdorimit dhe ndodhës dhe kushteve ekonomike sipas kritereve. Familjet anëtare të kooperativës bujqësore, pas ndarjes së tokës, kanë të drejtë të shkëputen dhe të dalin subjekt më vete, duke marrë pronësi tokën bujqësore që u takon nga tërësia e subjektit ku bëjnë pjesë, sasia dhe vendi ku do të jepet toka, etj. Pra, vjen ky ligj i propozuar nga Partia Socialiste, grupi parlamentar i PS-s. Si votohet? Ligji votohet sigurisht, ata kishin shumicën edhe sikur PD-ja të votonte i gjitha kundra, ai ligj do të kalonte. Duke menduar që në atë kohë Shqipëria 70% të popullsisë e kishte në fshat, edhe bilem një nga
Arsyet pse socialistët e fituan, sepse në fshat ishte akoma ai mentaliteti i vjetër dhe nuk e mësuar, domethënë 45 vjet në sistemin komunist dhe që bëri që Partia Socialiste të merrte shumicën absolute në votimin e parë dhe në parlamentin. Erdhi nga PS-ja ky projekt ligj, dhe me votat e PS-s mund të fitonte. Mund të fitonte. Si reagoi Partia Demokratike? Për të mos humbur votat e fshatarësisë, Partia Demokratike duket për atë pikësynimin e saj që mendonte që do të merrte së shpejti dhe ajo me rotacion pushtetin politik, të mos i humbte votat e fshatarëve, bëri çmos për ta votuar dhe këta, domethënë që edhe neve jemi për ta marrë fshatarë tokën. Do me thënë, ju shi deputet, ju tha votoni? Po, është thënë që ta votonim, kur u bëm mbledhja e grupit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar ju tha votoni, kush ishte kryetari i grupit? Po, ishte, Saliu fliste kryesisht, ishte Arben Imami kryetari i grupit parlamentar, po që rëndësi ka. Që të mos zgjatem në këte, kur u hodhe ai ligji për votim, me sa mbajmë mëndun, nga PD-ja mund të kenë qenë një 10 ose 12 vetë që kanë votuar kundra, nërmjet cilve unë edhe bëra çmos që të rritë që numrin. Kemi qenë bashkë bilem tullur në nga fundi i sallës, së bashku me Bashkim Koplikun, edhe i bënim atyne që kishim afër votoni kundra. Pse? Unë principialisht e kam votuar kundër duke menduar se këtu me këtë ligj po të cënohet prona. Dhe ne si Parti Demokratike që erdhëm me pikësynimet të më thënë ta bëjmë Shqipërinë si Evropa, një nga principet kryesore të sistemit demokratik, ku që është? Mbrojtja e pronës së qytetarëve. Kështu që jo se ne e menduam, ta them sinqerisht, se çfarë pasojash do të sillte ky ligj, sepse si që ishte në fillim, toka nuk ishte dhe në pronësi për përdorim, jo për shitblerje. Dhe kjo e bën... Kjo, edhe për mendimin tim, po ta shikosh në kontekstin e kohës. Ky ka qenë një ligj që duhet të bësh. Pse? Në Shqipëri banonte 70% e popullsisë në fshat. U shkatëru sistemi i fermave dhe sistemi kooperativist. Si do e tonë në ta? Do krijohesh një krizë, do krijohesh një krizë me të vërtet, një revolt për këta njerëz, çdo bëheshin. Kështu që duke edhe një tokë, ai do lidhesh me atë tokën për ta shfrytzuar dhe për të jetuar. Kështu që nga kjo pikpamje, ligji në atë kohë mund të ketë qenë i vlefshëm, në atë formë si që u servir. Por